arsyen se në këtë pjesë mund të ketë artefakte të cilat mund të dëmtohen ose edhe mund të mos gjinden më. Diçka që vlen të teksohet, pra nga Komuna e Prishtinës ka pasur edhe një reagim ku janë shprehur se projekti në fjalë nuk dëmton asetet e trashëgimisë kulturore, ato përkundrazi i kontribuojnë asaj sikurse në të gjitha agjendat botërore e moderne. Punimet në këtë shash kishin përfshirëshin të zgjashën brenda një vite dhe të merrej nga katedralja Nën Terezë dhe të përfshihet edhe sheshi Zahir Pajazite. Por që punimet janë dalur, nuk janë duke u A kemi diku vërtetimin nga inspektorati? A kemi diku vërtetimin e inspektoratit cila është saktësisht arsyeja? Nëse është vetëm mund të ketë artefakte, i bie që artefakte mund të ketë çdo ku. A kanë dhënë diku më shumë detaje? A ka diku më shumë detaje pse janë dalur? Përveç këtij detaji që mund të ketë artefakte dhe monumente të tjera, nuk është ka pas ndonjë arsyetim tjetër